إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. Falëndimin të nësi të kumet me Allah subhana, të elos dhe ati përgjërom që të lavdojë dhe të begoj dërguar e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vazhgjeda. Të nduar vëllezër dhe motra, jemi me gjuzin e 8, saksisht një takim prej takimeve të rregullat tona mujore, që është një përpjekje modeste për të përmbledhur kuptimet e Kuranit familjar, saksisht për nxjerr disa prej temave, për zgjedh disa prej koncepteve dhe prej botkuptimeve themelore të Kuranit, dhe për të ndalur për nxjerr më të bukurën që e kemi kuptuar ose që e kanë përmendur dietarët. Sot me lenin Allah subhanahu wa taala jemi me vazhdimësinë që vetë se kemi filluar, saktësisht me surën Al-An'am, po pastaj vazhdojmë me surën Al-A'raf, sikundër që është një përpjekje për me jetësu atë që e kanë përmendur dietarë që sa më shumë që njeriu jeton me Kuranin, sa më shumë që njeriu jeton me domethëniet kuranore, mrekullohet me të, po edhe përfiton nga fritshmëria e rahatisë që jep Kurani dhe shijes që jep Kurani, po edhe në përgjithësi botkuptimet e reja dhe horizontet e reja që i hapen nëpërmjet fjalës Allah subhanahu wa taala. E kemi bën një prezantim për surën Al-An'am në takimin e kaluar dhe vetëmisht besoj që është e njohur për juve tematika të kësaj sure, që kryesisht sillen te krye temat e Kuranit që kanë bënë me besimin, dhe pastaj inshallah fillojmë me surën Al-A'raf që i ka dy objektiva kryesore, saktësisht e ka objektivin e parë për ta ngushëlluar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ato momente të vështira teksa përgënjeshtrohen nga idhujtarët, dhe prej objektivave kryesore të kësaj sure është edhe paralajmërimi i gjithkujt që guxon me i mohu dhe me përgënjeshtru domethënë të vërtetat hynore. Janë shumë tema që nuk i kemi marrë tek surja Al-An'am, një prej temave që do ta kisha veçuar, pastaj do të kishim kalu me musafirët dhe ligjëruesit dhe shokët dhe xhallarët tanë të cilët janë të rregullt në këtë program, Hoxha Blerim Rexha dhe Hoxha Hadrguti. Fillimisht kisha pas dëshirë me veçue një pjesë të surës Al-A'raf, ku Allah subhanahu wa taala na tregon që një pjesë të pabesimtarëve, po që se edhe të sjellshë mrekullit më të mëdha. Saktësisht Allah e ka përmend, po nëse atyne do t'ju vinin në prani tyne edhe engjëjt, po edhe sikurse para tyne të ringjallej gjithçka, thot Allah subhanahu wa taala, thot këta nuk të kishin me besu. Këta nuk do të kishin besu përpos nëse kishte dashur Allah subhanahu wa taala. Saktësisht Allah azza wa jalla na tregon që një kategori e njerëzve të cilët përplasen me të vërtetën, të cilët nuk i nënshtrohen të vërtetës, nuk ka të bëjë tek shpjegimi, nuk ka të bëjë tek diskursi, nuk ka të bëjë me kumtesën, ka të bëjë me inatin, me kryenësinë dhe me mendjemallsinë e tyre. Ndaj shpesh njerëzit jo që mund të themi humbin kohë kot me të tillë, mirë po është e rëndësishme për ta ngushëlluar vetveten dhe për ta kuptuar realitetin e rrugtimit të përcaktimeve të njerëzve, që mos me prit gjithherë që një shpjegim i mirë, domosdoshmërisht domethënë pranim edhe përqafim nga ana të tjerëve. Saktësisht, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë davëxhia më i artikulum, ka qenë thirrsi më i përgatitur, mirë po megjithatë nuk ju kanë nënshtruar, megjithatë nuk e kanë pranuar shumë njerëz domethënë këtë vërtet. Mirë po këto është edhe një domethënie që kisha dashur të jetë pikërisht thirrja edhe mesazhi i kësaj pjese, po për të na shoqëruar gjatë këtyre momenteve me falëndruar Allahun subhanahu wa taala. Allahu thot ma kanu liyu'minu illa yasha Allah. Edhe sikur ti kishe sjellti shumë argumente, edhe po që se kishin ardhur engjëjt, po edhe në qoftë se ishin ringjallë përpara syve tyne domethënë të vdekurit, ata thot Allah azza wa jall ma kanu liyu'minu illa yasha Allah. Nuk kishin me besu vetë se nëse do Allahu. Ndaj na besojmë se kjo është vullneti i Allahut subhanahu wa taala. Ndaj ne jemi të përkushtuar ndaj Allahut se kjo është vullneti i Allahut subhanahu wa taala. Domthon Allahu e ka përcaktuar në fatin ton që ne jemi besimtar, ta besojmë këtë Kur'an, të jetojmë me këtë Kur'an, dhe kjo duhet të jetë një prej temave që na shoqëron jetë për me shprehë sa më shumë mirënjohje Allahu subhanahu wa taala për udhëzimin që na ka dhënë. Në surën Al-An'am janë disa prej pjesëve që i kemi përgjithur, saktësisht kisha pas dëshirë me fillu me Hoxhën Blerem. Ajeti 122 i jep disa krahasime për daljen e njerit nga errësira e devijimit në dritën e udhëzimit, dhe realisht ne besojmë kësaj. Besojmë që
devijimi është errësirë dhe kthimi tek Allahu dhe udhëzimi është dritë. Këto ajete 122, 129 të na i përmbledhësh në pak fjalë. Hoxha, Allah shpërbleft, në lidhje me këto ajete të surës An'am janë në vazhdim e kontekstit të surës që për objektiv ka tauhidin dhe tërheqjen e vërejtjes kundër idhujtarisë, kundër shirkut. Ne shohim që në surën Araf, të cilën sapo e përmendë, është kur kanë kërkuar që t'ju zbresin me lajket. Edhe Allah i lartësuar në këto ajete edhe tregon se qysh jo besimtarët kanë kërkuar shenja që t'ju sjell i dërguari i Allahut t'i shohin qartazi. Allah i lartësuar në fillim të këtyre ajeteve thotë: "Awa man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nasi kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Allah i lartësuar sjell një shembull të dritës dhe errësirës që e tregon formën e atij që është i gjallë, që ecë me udhëzimin e Allahut të lartësuar në tokë dhe e tregon këtë udhëzim qartazi dhe e krahason ai që e ka në mungesë imanin, në mungesë të besimit, në mungesë të udhëzimit, është sikurse i vdekuri apo ai që ecë në errësirë. Dhe Allah i lartësuar në këtë formën e shprehjes të dritës e tregon haptazi se udhëzimi Islami është i qartë dhe ndriçon madje njerëzit, udhëzuesit, thirrësit e Islamit dhe pejgamberët, të gjithë kanë qenë që kanë thirrë në dritë dhe i kanë thirrë dhe i kanë ndriçuar edhe të tjerët. Madje është e bukur ngjarja e Abdullah ibn Selamit, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sapo ka rrit pas hijrëtit nga Mekka në Medinë dhe kanë shkuar njerëzit turma duke e thirrë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që për ushqim, për drejk, për darë, ta gostitin pejgamberin nga dëshira që ta shohin për së afërmi dhe bashkë me ta ka shkuar Abdullah ibn Selami. Në atë kohë ishte jo besimtar. Dhe sapo e ka pa fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë nurin në fytyrën e tij, atë ndriçimin e tij, thotë momentin që e kum pa që ai nuk mund të jetë një gënjeshtar. Nuk është kjo fytyra e një gënjeshtari. Pastaj thotë gjëja e parë të cilën na porositi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ato momente, ishte fjalët e para për ky hadith Abdullah ibn Selami që transmeton, thotë o ju njerëz, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë o ju njerëz, përhapni selamin, ushqeni të varfrit dhe faluni natën kur njerëzit janë në gjumë, do të hyni në xhenet në paqe. Dhe ai konteksti, bukuria e hadithit është edhe në forma e shprehjes. Abdullah ibn Selami e transmeton, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë përhapni selamin, at'imu at-ta'am, faluni natën, të dëkhulun el gjennete biselam, pra sikurse përmendën 3 selame në mes të surës. Pastaj Allah i lartësuar në vazhdim të këtyre ajeteve e sjell kërkesën e jo besimtarëve që t'ju sjell ndonjë shenjë që ta shohin me sytë e tyre. Thot Allah: "Wa idh ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah." Kërkojnë dietarët e komentuesit të këtij ajeti thojnë janë këtu dy kuptime. Ose të kërkojnë që t'ju vjen një i dërguar nga mesi i tyre, pra që t'jetë nga paria e tyre, nga familjarët e tyre, dhe nuk e dëshirojnë që t'jetë i dërguari nga mesi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikurse e nënçmojnë, dhe kërkojnë që t'jetë nga paria e Kureshitëve apo nga paria e fisëve me fisnike që kanë qenë të Taifit. Dhe pastaj Allah i lartësuar e jep atë përgjigjen që e dokumenton edhe atë që tha më herët, se Allah është ai që e vendos këta udhëzim. Allah është ai që e dërgon udhëzimin ku të dojë. Dhe thot Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allahu i lartësuar është ai i cili e di kush është i denjë dhe kush është meritor për shpalljen e tij. Dhe këtu e kuptojmë atë begatin të cilën besimtari duhet ta përjetojë momentin kur Allahu i lartësuar ka udhëzu dhe ka vendos si pasues i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për fund Allahu i lartësuar e përmend në grumbullin e këtyre ajeteve dhe thotë: "Fa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam." Atë që Allahu i lartësuar don ta udhëzoj, ja hap gjoksin e tij. Kjo nuk është një hapje fizike e gjoksit. Sikur ta marrësh një besimtar dhe jo besimtar, mbase fizionomia e njëjtë është, mirë po kuptimi i saj, kuptimi i duhur i këtij ajeti është që ja hap pranueshmërinë e vërtetës dhe zbatimit të saj, ashtu që thot edhe Ibn Abbasi për kuptimin e këtij ajeti. Djeti i relaksuar dhe ndjen një pranueshmëri prej Allahut të lartësuar në pranimin e Islamit. Pastaj kjo ka ardhur në vende të tjera, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur zgjerimin e gjoksit,
Kur Allahu i lartësuar i thot alam nashrah laka sadrak, a nuk ta kemi hapur gjoksin? Pastaj duaja e Musait, të cilën Allahu i lartësuar e citon, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, Allah hap ma gjoksin dhe leto ma çështjen, dhe në ajete të tjera në vijim. Prandaj një gjë çfarë duhet ta përfitojmë nga këto ajete është nëse Allahu i lartësuar e ka privu nga ky zgjerim i gjoksit e Abu Jahlin dhe ata të cilët ishin nga paria e Qurayshitëve, ishin dëshmitarë të zbritjes së shpalljes, ndërkohë që Allahu i lartësuar na ka udhëzuar neve sa vite larg dhe çfarë distancë fizike larg me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a nuk është e udhës që të meditojmë dhe të jemi më falëndërues për këtë begati madhështore ndaj Allahut të lartësuar? Po dyshim. Allahu të shpëlojë sheh. Hoxhat, surja Al-An'am vetë emrin e ka që në një prej pasazheve më të shpeshta është ajo pjesa që idhujtarët i kanë pas disa praktika në raport me bagatitë edhe raport me kafshët shtëpiake. Saktësisht në raport me flimet e tyre edhe disa rregulla që pastaj ata kanë kaluar në shpikje të fetare, sepse megjithatë idhujtarët e Mekës kanë pasur copës atë fesë e Ibrahimit alayhis salam, po pastaj kanë duke shpikur, duke ndryshuar fejen edhe në fund e kanë prish fejen e Ibrahimit alayhis salam. Dhe një pjesë e prishjes së fesë ka qenë në shpikje fetare dhe shpikjet ashtu sikur e kanë rrezikuar fen e Ibrahimit alayhis salam, e rrezikojnë edhe fen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndaj kisha pasur dëshirë ta trajtosh këtë pjesën se çysh mundet, domethënë realisht çysh i demaskon kur surja Al-An'am këto shpikjet fetare dhe si ato ndikojnë pastaj në përcaktimet e njerëzve fetarisht, po edhe në kohën moderne se si mundet domethënë me pasën shkarje dhe rrëshqitje për këtë me temat që janë ardhur në këto ajete. Allah shpëlbeft hoq, po domethënë falenderoj për mënyrën që e shtrove pyetjen, meqense domethënë kjo është çështje e drejtë dhe e duhur me kuptu këto ajete. Pra po flasim për ajetet pas 130 ajeteve të surës Al-An'am, 136, 140, e këtu Allah i madhëm i tregon disa për rregullave që i kanë vendos idhujtarët, e që në shikim të parë janë rregulla të komplikuara. Domethënë ata kanë bën një farë, le të themi, angazhim, një farë lodhje, që mi vendos këto rregulla, e të cilat janë kënd gabuara fund e krye. Pra, feja nuk është komplikim. Feja nuk është komplikim. Përkundërzi, pra feja është lehtësim edhe organizimi i jetës, jo çoroditje edhe dalja prej kontrollit. Në këto ajete Allah i madhëm na i sjell disa shembuj që i kanë vendosur apo disa rregulla, për tyre ka të bëjë njëra me drithrat edhe këto përgjithësi produktet bujqësore. Edhe rregullat që i kanë vendosur ata, po mendon shkurtimisht për me respektu kohën, i kanë vendosur domethënë që mi pas orat e veçanta për Allahun dhe tjera mi pas për idhujtarët. Pastaj kanë thonë, nëse këto orat e idhujtarëve, idhujve, po idhuj që i kanë caktuar për idhujt, nëse këto dëmtohen, atëherë marrim prej atyre që janë për hir të Allahut edhe i kompensojmë. Ndërkohë që nëse ndodhe kundërta, nuk e bëjmë këto. Gjithashtu edhe kur i kanë vjel, fruktet kanë thënë, nëse dëmtohen këto që janë për Allahun, atëherë nuk ka problem. Ndërkohë nëse dëmtojnë këto që janë për idhujt, atëherë i kompenzojmë duke marrë ato që janë për Allahun e Madh. Pra, një formë shirku nëpërmjet mallënimit, po përveç asaj, domethënë, përveç që rregulli është gabim, janë pa drejt prapë edhe në rregullin që e kanë vendosur ato. Prandaj Allahu thotë, ajo që e kanë lënë për hir të Allahut, ajo shkon për idhujt e tyre. Ndërkohë ato që e kanë lënë për idhujt e tyre nuk shkon te Allahu i madhëm. Pra, në asnjë formë nuk shkon te Allahu i madhëm. Pastaj kanë vendosur te An'am, kur jemi pra që janë bagatit, kanë vendosur pra për rregull, do na me ditë te arab, domethënë bagatia kryesore është devja, edhe shumë rregulla lidhen me ta. E kur është fjala për devën, i kanë më u kthy pak surës Maide, pra ajetit 103 surës Maide, ku përmendet Bahira, Saima, Wasila dhe Ham. Pastaj ky ajet domethënë e shpjegon pak a shumë ajetin e 103 surës Al-Maide, kur i shet domethënë e kanë nda këto devet pra, po ja kanë dhënë emërtime të ndryshme, nëse devja i ka pas 5 pjedhje të viçave, që janë prej devës, atëherë kanë thënë që këtë deve muj me liu me lon për idhujt. Duhet me ja çky veshin, edhe me për flimet është. Jo, domethënë me lon për idhujt lirë. Zguzon me prek as kusha deve, as me marr çumshtin e saj, as mishin e saj, as kurrë. Pastaj tjetër e kanë pas është kon saibe. E saibe nuk është kon domosdoshmërisht deve, po një prej bagative, dele ose lop, e kanë thënë këtë mundet me lënë në formë të nedhrit. Pra e kanë pas. Pastaj e kanë pas vosile,
Po, zotimi, po Allahu shpërblet. Pastaj kon vësile, e cila është bë fjalë për devën e cila i ka pas 7 pjedhje, pra 7 lindjet, edhe nëse e fundit o kon femër, atëherë ka pas drejt më u prej ajo deve edhe më shpërnda mishi i saj. Nëse u kon mashkull, atëherë s'ka pas drejt, domethënë nëse ka lind vich mashkull, atëherë s'ka pas drejt. Këto këtë forma për me madhnu idhujt. Për mi madhnu idhujt. Këto kriten për mi madhnu idhujt. Të cilët i kanë adhuru për mi ofru Allahut. Për mi ofru Allahut, se e kanë njohur Allahun, pra thami kanë nda arat e tyre, i kanë nda për Allahun edhe për idhujt e tyre. Edhe fundit janë ham, që janë devet meshkuj, e këto domethënë nëse i ka pas 10 viça prej këtij mashkulli deve, pra atëherë është dash me lënë këto për respekt, s'ka pas drejt me u therr ky mashkull deve, mirë po është dash me lënë të lirë edhe me respektu, edhe mos me mundu në asnjë formë, veçanse dona me ditë që vetëm deve meshkuj janë përdorur për transport, jo edhe femra, ndërkohë që ky u kon i liruar edhe prej kësaj bare. E Allahu më dhom gjitha këto i asgjëson pra. Gjitha këto sakrifica që i bën, dispozita që i keni vendos këtë në gabim. Për ndryshe këtu përmendet edhe vrasja e fëmijëve që e kanë pas, edhe e kanë ndi këto në formë të çlirimit për një poshtrimi të mundshëm që kanë mujt me pas. Në veçantë nëse është bë fjalë për foshnjët femra, vajza, në veçantë për to domethënë kanë pas drejt, po jo vetëm dona zemra, nuk i kanë vrarë vetëm vajzat, i kanë vrarë edhe djemt nga frika prej varfërisë. E gjitha këto Allahu i madhnuar domethënë i sakson ato që janë gabim. Për këtë arsye, se s'po du me markuar më shumë, për ndryshe ka dhe dobi tepër të shumta në këto ajete, prandaj ftoj shikues që më ju kthy këtyre ajeteve edhe me meditu rreth tyre. Për shkak që Abdullah ibn Abbas Allahu i shpëtoi me to, thotë që nëse ke qef me ditë ignorancën e arabëve, lexoji ajetet pas 130-shit të surës Al-An'am. Pra, nëse don me ditë me kuptu sa larg ka shku ignoranca e tyre, sa larg ka shku çorroditja e tyre, atëherë merrem me këto ajete. Abdullah ibn Abbas është shumë i bukur se shpesh njerëzit pretendojnë të flasin për tema të mëdha, ndërkësh nuk e kanë vërtetuar zhveshjen e tyre për ignorancës. Dhe kjo është edhe në përditshmërinë tonë. Për shembull, i gjan ignorant shumë fusha të jetës, pastaj shesin mend për fejen, për shembull. Është një sfidim shumë i bukur që e paska Allahu shpëlef që e nënvizove. Hoxhbrem, është një realitet, një fenomen të çdo fe, spikat në disa urdhresa ose disa ndalesa dhe sikur përcaktohen, këto janë për shembull 10 urdhresat e fesë së krishterë, 10 urdhresat për shembull të hebrejve kështu më radhë. Në surën Al-An'am, prej të ajetit 151-153, ka ardhur një farë togëshi që i ka një mori urdhresash. A ki mundësi me na i përmend, pa edhe kalim ti me na i shpjegu. Po, që kjo dheqe e urdhrave kuranore, në lidhje me rrugën e drejtë, me rrugën e islamit, ka ardhur në kulmin e përshtatshmërisë me ajetet sapo i përmendi Hoxha Ahad. Nëse një kontekst i bukur vjen në vazhdimin e këtyre ajeteve, përderisa Allah i lartësuar i drejtohet arabëve në atë kohë përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ju thotë, ju ato ushqime që i keni ndaluar, ato madhrime që i keni bërë tek llojet e deveve dhe kafshëve, ato të gjitha janë të asgjëzuara, e janë ju tregoj se çfarë në esencë keni, çfarë janë urdhat apo cilat janë ato ndalesa që këto nëse ju përmbahej do të arrini fitoren. Dhe fillon Allahu i lartësuar thotë, duke i drejtuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që t'ju drejtohet arabëve dhe t'ju thotë, kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum. E janë t'ju lexoj çfarë në të vërtet e ka ndaluar Allahu i lartësuar ndaj jush, e jo ato çfarë ju ja ndalojnë vetvetes. Sikurse kjo kemi pa edhe më herët te popujt të Banu Israilit, të cilët i kanë ndaluar ushqime të llojshme, prandaj lehtësimi takon vetëm Allahut të lartësuar. Është Allahu ai që lehtëson dhe urdhëron apo ndalon. Dhe e shohim këtu që Abdullah ibn Mesudi thotë, kush don me lexu porosinë e profetit të fundit të volosur nga Allahu i lartësuar, e lexojnë këto 10 ajete. Dhe bukra këtyre ajeteve është që i kanë përmbledh dispozitat kryesore tek ndalesat dhe tek urdhëresat. Duke nisur me ndalimin e shirkut dhe idhëtarisë. Thot Allahu, ela tushriku bihi shay'a. Që t'i largoheni idhëtarisë dhe të mos i shoqëroni asgjë Allahut në adhurim. Urdhëresa e parë, distancimi nga shirku. E para, distancimi nga shirku. Plot nga shirku, nga tërsi. Cilat do mirë. Pastaj Allahu i lartësuar thot, wa bil walidaini ihsana. Po nëse shikojmë, thot Allahu këtu, dhe ndaj prindërve të keni sjellje të mirë. Është ndalesë apo urdhër? Urdhër. Në fakt është urdhër. Sikur Allahu i lartësuar don me na tregon neve këtu, që ndaj prindërve nuk mjafton të mos, nuk është e kërkuar që vetëm të mos i bësh padrejtësi.
Nuk kërkohet nga ti të mos i bësh zullum. Nga ti kërkohet bamirësia, jo bamirësi, po sjellja më e shkëlqyeshme dhe më shëmbullore, se ihsani është ai kulmi i mirësisë. Jo vetëm ti mos i bësh zullum. Dikush e konsideron se unë s'kem ka i bëj padrejti, kjo është mirësia. Në fakt kjo është minimumi. Kjo është e nënkuptuar. Kjo është e nënkuptuar, për te kërkohet për te kësaj. Pastaj Allahu i lartësuar thotë: "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Dhe mos ti mbysni fëmijët e juaj nga varfëria, nga frika për varfërisë. Nga se Allahu i lartësuar është ai që ju furnizon juve dhe i furnizon edhe ata. Rrezikun e keni të garantuar prej Allahut të lartësuar. Kjo ndalesa e tretë. Pastaj Allah thotë në vazhdim e ajetit thotë Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum. Na ju furnizojmë juve dhe ata. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dhe mos t'i afroheni asnjë vepre apo fjale imorale që është e turpshme. Çdo gjë çfarë njerëzit turprohen prej saj, ta përmendin apo ta veprojnë, të mos i afrohesh. Nuk po thotë të mos ta veprani, të mos i afrohesh. Dhe këtu e kuptojmë ndalesën e mjeteve që të çojnë tek ajo vepër. Pastaj vazhdon Allahu. Këto janë për qëllim amoraliteti. Amoraliteti. Dhe çdo gjë çfarë ta afron tek amoraliteti, qofshin ato fjalë apo vepra. Jo se është me rëndësi me potencu faktin që këto mëkatet e mëdha janë qendër të Islamit. Domethënë nuk është shmangja për mëkatet e mëdha një plotësim i mirë i fetarisë. Është qendër e Islamit të mos ketë njëri lidhje jashtëmartësore. Domethënë është qendër e Islamit, se shpesh ndoshta njerëzit tu bazuar te fakti që nuk janë idhujtar, edhe duke i menu premtimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për njerëzit e tauhidit, edhe pastaj e zhvleftësojnë këtë pjesën tjetër. Përkaq këtu në këto ajete po vjen si togësh. Domethënë besimtarët e mirëfillt janë ata të cilët imagjino domethënë sa largët kishme me pa njerëzit sot t'i vrisnin fëmijët e tyre. Po Allah subhanahu wa taala tek vrasja e fëmijëve pastaj po përmend domethënë zinon. Po. Nuk është me morë në togësh me kuptuar se sa temeron është. Është bosh qendror, madje është nga domosdoshmëritë, nga pesë ato domosdoshmëritë e mëdha të fesë islame, rujtja e nderit, rujtja e pasardhësve, që mos përzihet soji njerëzor, të ruhet nderi. Pastaj Allahu i lartësuar thotë: "Wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq." Pastaj kjo ndalesa e pestë, të mos e vrasim askënd pa të drejtë. Domethënë këtu Allahu i lartësuar e shenjtron jetën e njerëzve, e shenjtron jetën e besimtarëve. Mas shëtrimit të nderit. Dhe në fund e bukur këtij ajeti është dhalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. E bukur si është përmbyll. Kjo është ajo porositme të cilën ju porosit Allahu i lartësuar la'allakum ta'qilun në ajet, se këtu janë 3 ajete që i përfshin këto 10. E para la'allakum ta'qilun, e dyta la'allakum tadhakkarun, la'allakum tattaqun. E para ta'qilun është sikur thirrje se këto 5 ndalesat e para, çdo kush me mendje të shëndosh i pranon se ti mirëqenie. Pra duhet më konë thjesht i arsyeshëm, edhe i nënkuptohen vetvetivu që janë domosdoshme. Dhe pikërisht Allahu i lartësuar ka përmbyll mënyrë që ju të logjikoni të mendoni, të arsyetoni se këto janë ndalesa për mbar njerëzit. Po i thirret aklit që është arsye. Po. Sidomos pas ajeteve ku ja u ka zhbë dogmat e prapta. Që i bie domethënë kur dikush vend tauhid, domethënë ka me armi pranoj çdo të vërteta me njerëz se po këtyne u ka drejtuar Allahu subhanahu. Është rezultati i pritshëm. Bravo. Domethënë është distancim prej atyre idhujtarive të mëparshme dhe tash duhet të më përcaktuar tek një deri, tek dinjiteti njerëzor kështu me radhë. Pastaj vazhdon Allahu i lartësuar dhe na drejtohet dhe na thotë wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hi ahsan. Dhe mos ju afroni, mos ju qasni pasurisë së jetimit përveç se metodën më të mirën. Hatta yeblugha ashudda, derisa të arrin atë moshën e pjekurisë që të ketë ta zotrojë pasurinë dhe të ketë mirë menaxhim të saj. Wa awfu al-kayla wal mizana bil qist. Këtu përsëri është urdhër apo ndalesë? Është urdhër. Dhe peshoni drejt dhe mbani drejtësi. Sikur se te bamirësia ndaj prindërve. Dhe aty është urdhër. Këtu Allahu i lartësuar i drejtohet muslimanëve që të jenë bujar në peshore. Të jenë mos ta shikojnë me milimetra, me centa. Nuk është ndalesë, thjesht mos matni keq, po matni mirë me tolerancë dhe bujari. Po. Pikërisht këta Allahu i lartësuar kërkon. Për te korrekcisë. Për te korrekcisë. Ti je dorëshlir, ti je bujar në gjërat që i peshon. Madje këtu është një gjë tjetër, thotë më një herë Allah, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Sikur thot dikush, mirë, unë tek perimet, tek pemët, muimi mi vendos dikuj në peshore pak më shumë. Mirë, po çka nëse për shembull masim ari argjend, aty dallimi është në miligram. Atëherë Allah i lartësuar na thotë, nuk e ngarkojmë me ato çka smuni mi bajt. Sikur se aty qëndroni të saktë në peshore, mirë po, të gjëra të tjera të cilat nuk prish punë për pak,
lëshoj. Tolerant. Po. Pastaj Allahu i lartësuar thot: "Wa idha kultum fa'dilu walau kana dha qurba." Dhe kjo është njëra prej mbase më të vështirave që ta zbatojmë në kohën e sotit, po edhe çdo herë. Që kur të flasim me drejtësi. Që kur të gjykojmë me drejtësi, qoftë edhe kundër të afërmëve tanë. Dhe kjo është është e rëndë për nefsin. Nga se vazhdimisht anon që t'ja mbaj krahun aty që i ka më të afërm. Pastaj Allahu i lartësuar thot: "Wa bi ahdillahi awfu", dhe premtimin e Allahut përmbushni. Premtimit të gjitha urdhat që Allahu i lartësuar i ka dhënë dhe të gjitha ndalesat që ne i ka bënë që ti respektojmë. Dhe fund Allahu i thot: "Dhalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun", kjo është ajo çfarë ju porositi, në mënyrë që ju të reflektoni, që të rikujtoni këto porosi për të cilat janë bërë që sa herë e përsëritën vazhdimisht. Dhe porosia e fundit thot Allahu i lartësuar: "Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u". Kjo është rruga e drejtë. Kjo është rruga ime e drejtë. Këtë pasoni. Përmbajeni rrugës të drejtë dhe këtu e shohim që çysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u ka sqaruar praktikisht sahabeve. Kur e ka vizatuar atë vijën e drejtë dhe pranë saj i ka bërë disa viza të shtrembërta. Dhe ka thënë që në krye të çdo këtyre rrugicave, këtyre vijave të shtrembërta, është nga një shejtan, nga një thirrës. Nëse kjo është ajo rruga e drejtë në të cilën jam unë dhe këtë pasojeni. Dhe fat Allah në fund të këtij ajeti thotë: "Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili". Mos i ndjekni këto rrugica, që të largoheni nga udha e drejtë e Allahut të lartësuar. Domethënë, cila do shkelin këto 10 i bien i dalë për udhës së drejtë. Fillojmë me surën Al-A'raf. Një prej ajeteve të parë është pikërisht në një të njëjtën vime këtë çka trajtoi hoxh, domethënë ku thot Allah subhanahu: "Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya". Ndiqni atë që ju vjen pi Zotit tuaj, e mos ndiqni rrugët e tjerëve. Sepse kjo është realiteti njerëzor. Njerëzit kanë me ndjek një model, kanë me ndjek një udhëzim, kanë me ndjek një manual, edhe kanë me ndjek një ciceron. Cili është udhëzuesi i njerëzve në jetë, është përcaktuesi pastaj edhe identiteteve të tyre, domethënë shpirtërore, kulturore, dhe të jetës së tyre në përditshmëri. Kështu që kjo është edhe thirrja për me ndjek rrugën e drejtë të Allahut subhanuhu teala dhe mos me ndjekën të tjerët krahas Allahut. Për ajeteve të para të surës Araf, me pak fjalë nëse kemi si ose ndëruar me shpjegu atë pjesën e mirë njohur dëgjume, po më unal tek ato dobite dhe ndoshta ato mësimet që na duhen, te pjesa e mosbindjes së djallit për me i rënë sesh të Ademit alayhis salam dhe fillimi i historisë së njerëzit, pastaj dëbimi i tij prej xhenetit e kështu me radhë. Po hoxhë, ky debat Dhe sura Araf është ndoshta për pjesëve ku më në plotësi është ngjarja e Ademit alayhis salam, diku prafësisht një faqe. Po, madje në fillim të surës Araf, Ademi thirret apo bijtë e Ademit, pastaj thirrën 4 herë në emër, o bijtë e Ademit, o njerëzit, dhe Allah i lartësuar do të na tregu çu zana fillën, prej ka fillon betejë e Ademit me Iblisin e mallkuar dhe si është ngjarja në mesin e tyre. Allah i lartësuar kur tregon ngjarjen e Ademit dhe Iblisit, do të na tregu neve se e keni një betejë që ka filluar çymoti. Dhe nuk përfundon vetëm se derisa të mbyllet çështja e dunjas dhe të shkoni në xhenet dhe të shpëtoni nga dunjaja dhe shpëtoni nga zjarri i xhenemit. Allah i lartësuar kur tregon shkurtimisht pas gjatë thotë kur Allah i drejtohet, pasi që Allah i lartësuar krijon Ademin, i drejtohet me lajkeve dhe në mesin e tyre ishte edhe Iblisi, i cili ishte prej xhinëve, jo nga mesi me lajkeve, por kishte një gradë të lartë tek Allah i lartësuar. Dhe këtu e shohim se çfarë din me të bëu një rebelim ndaj Allahut të lartësuar. Një gjëna ishte krijesë fisnike para kësaj pjese, meqense Allahu e kishte mbajt afër. Ishte në shoqërinë e lartë me lajkeve, bashkë me ta që adhuronin Allahun e adhurimit. Ne shohim që Allahu i lartësuar i drejtohet Iblisit me këtë pyetje qortuese duke thënë pse nuk më rave në sejdë? Çfarë të bëj që të mos më biesh në sejdë? Dhe Iblisi i mallkuar justifikohet me zanafillën e krijimit të tij dhe krenohet me atë materien që Allah i lartësuar qysh në fillim e ka krijuar. Thot ana khairu minhu. Jam më mirë se sa Ademi. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Mund ke kriju nga zjarri, ndërsa aty ke kriju nga dheu. Dhe këtu e shohim atë vetpëlqimin të cilin e kap Iblisi dhe i hyn vetja në qef dhe bëhet kryelar dhe mendje madh. Dhe ky është ai burimi i rënjes nga shikimi i Allahut të lartësuar.
Dhe ky është ai ku njerëzit më së shumti e humbin gradën dhe pozitën tek Allahu i lartësuar. Nga se nuk mund të arrish atë wilaje, atë pozitën e afërsisë tek Allahu i lartësuar, që të jesh prej të dashurve të tij të afërt, të ngushtë, duke u rebeluar, duke qenë mendjemal, duke qenë kryelar. Dhe ky është mësimi kryesor të cilin duhet ta marrim ne nga ndodhia mes Iblisit dhe Ademit alayhis salam. Po e shohim se kjo kryelartësi, sikurse mos mjaftonte që Allahu i lartësuar ti thot zbrit nga pozita që e ke, duke i thënë qala fahbit minha fama yakuna laka an tatakabbar. Nuk takon ty më kon mendi i madh. Zbrit tash prej xhenetit. Allahu i lartësuar zbret nga ajo gradë të cilën e kishte. Fakhruj innaka min as-saghirin. Do të jesh prej atyre të nçmurëve, të përulve, e kapi ajo inati. Dhe shohim se gjunahi e ngre gjunahin. Është sikurse një zinxhir, krijohet një varg i gjunaheve. Tash e kapej rebelimi dhe urrejtja ajo meria ndaj Ademit dhe thot qala fa anzirni ila yawmi yub'athun. Ma fatizo derisa në ditën kur do të rinjallesh. Këtu ka diskutim të dietarët, a ju ka përgjigj Allahu i lartësuar apo vetëm tregon që caktimi i Allahut ka qenë që Iblisi është prej të afatizuarve, është kjo e dyta. Allahu i lartësuar nuk është që ju ka përgjigj Iblisit, mirë po tregon qala innaka minal munzarin. Në fakt je në caktimin e Allahut je prej të afatizuarve. Sikurse që është Xhibrili, është melekul mauti dhe krijesat e tjera të cilat Allahu i lartësuar i ka caktuar. Është interesant nëse mblen me ndërhyrjen te kjo pjesë, që Iblisi e kërkon deri në ditën e ringjalljes, ndërkohë që Allahu nuk i përgjigjet që kemë jetu deri në ditën e ringjalljes. Po i thotë je deri në një afat të caktuar. Kur është ky afat? Allahu e din më së miri. Jo sipas lutjes së. Jo sipas lutjes së Iblisit, sepse kam lexuar diku në komentet e këtij ajeti që kërkesa e Iblisit u kon me hilen kuptimin që me kon dëshmitar i ringjalljes së njerëzve. Pra më u ringjall për të parëve ose më kon, domethënë gjallë para se më u ringjall të tjerët. Kjo domethënë një detaj shumë me dhon vetës e përsi kundrejt kësaj. Kjo domethënë mbështet shumë këtë mendimin tjetër të dietarëve që Allahu nuk i është përgjigj lutjes tyre, meqense se i ka thënë je i afatizuar. A është kjo ditë e ringjalljes, a është shumë më herët, a është pak më vonë, kjo është domethënë në dorën edhe caktimin e Allahut më vonë. Inati që e kap Iblisin ndaj Ademit, tani kërkon që të gjithë bijtë e Ademit, bashkë me Ademin, sa më shumë njerëz që ka mundësi të shpinë në devijim dhe të përfundojnë në zjarr xhenemit. Dhe i tregon ato format se si do t'ju uzoj rrugën, si do t'ju ngrit kurthe dhe pusi. Madje shohim se qysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që ta lutim Allahun e lartësuar në dhikrin e mëngjesit dhe të brëmbjes me të kundërtat e këtyre çfarë Iblisi i mallkuar i përmend këtu në ajet. Çfarë thot Iblisi? Nëse më lejoni, do të lexoj ajetin e vjen, do thot قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Shikoni, është shumë i padrejt Iblisi më thuar, thot, për shkak që më dëbova dhe më devijova, në fakt ai ishte ai që nuk ju bind urdhrit të Allahut të lartësuar, do t'ju zë rrugën e drejtë bijve të Ademit. Pastaj do t'ju vijë nga djathta, mrapa, sipër, majtas, nga katër anët, wala tajid aktharuhum shakirin, dhe shumica e njerëzve nuk do t'i gjesh falëndërues dhe mirënjohës. Kjo është ai premtimi që e bën, ai besatimi që e bën Iblisi i mallkuar ndaj njerëzve. Cila është ajo lutja të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që të kërkojmë mbrojtjen e Allahut të lartësuar? Është lutja Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afia fi dunya wal akhirah. Dhe në fund Allahu ne lutim në këtë lutje na mbrojë nga para, nga mrapa, djathtas, majtas, madje e përmendim nga sipër dhe të mos na lëshoj toka. Këto janë ato lutje të cilat duhet t'i zbatojmë dhe të kërkojmë mbrojtjen e Allahut të lartësuar të na ruajë nga kurthet, nga peshpërimet, nga vezveset që i hedh shejtani në zemrat e bijve të Ademit. Dhe këtë ky rrugtim që ka filluar me këtë armiqësi të hershme, në fund e ka epilogun ose në xhenet ose në xhenem. Dhe në një muri ajetësh, jo shumë në thellësi të surës, tek ajeti 14, Allah subhanahu wa taala tregon një dialog që ndodh mes banorëve të xhenetit edhe të xhenemit. Saktësisht besimtarët në jetë në këtë botë janë shumë të sigurt në përcaktimin e tyre për me besu Allahun. Po në ditën e gjykimit, kur ta shohin xhenetin, edhe kur bëhen banorë të xhenetit, pastaj i thrasin banorët e zjarrit, thot Allah subhanahu wa nada ashabul jannati ashaban nar. I thrasin banorët e xhenetit banorët e zjarrit, një moment komunikimi në amshëm, pasi që janë njohur në tokë, pasi që kanë komunikuar, kanë debatuar në tokë për të vërtetat e Allahut. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan?
Ne e gjetëm për të vërtetë atë çka na ka premtuar Allahu, Zoti jon. Ju e gjetët për të vërtetë atë çka ka premtuar Zoti juaj, domthonë a erdhët te zjarri, a erdhët te xhenemi që ka qenë kërcënimi për atë që nuk beson? Qalu na'am, ata thonë po. E pastaj thot Allahu fa adhana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Dhe aty thret dikush edhe thot mallkimi i Allahut qoftë mbi njerëz të padrejtë. Dietar kanë thonë ka njerëz që të lexojnë Kur'anin dhe mallkojnë vetveten. Dhe kanë marrë shembull të këtë ajet. Se shpesh domethënë njerëzit e lexojnë Kur'anin por nuk e ndjejnë që këtë pjesë që është një lutje kundër njerëzve të padrejtë dhe ti me një farforme ku je i padrejtë dhe lexon Kur'anin, atë ditë e ke mallku vetveten. Imagjino për shembull dikush, fjala për shembull lexon disa hatë për shembull gjatë Ramazanit, edhe gjatë Ramazanit bën padrejtësi njerëzve, në një farforme e kop mallkimi i këtij ajeti. Te surja Al-A'raf, surja e merr emrin prej Al-A'raf që janë disa kodrina ose ngrehina ndërmjet xhenetit edhe xhenemit. Dhe pasi që ka thënë Allahu subhanahu wa taala këtë komunikimin ndërmjet banorëve të xhenetit dhe xhenemit, ka thënë një pjesë që besoj është pjesa më themelore e kësaj sure. Pjesa më e ndihshme, pjesa më e mërzitshme e kësaj sure. Janë banorët e A'rafit. Banorët e A'rafit ka diskutim tek dietarët kush janë këta. Janë një mori mendimesh. Nuk kam dëshirë mi përmend për arsye që mos më defokusohet vëmendjen tek ato mendime të më të sakta. Mendimi më i saktë ose më i saktë, më i përhapur te mufesirët, është mendimi që A'raf, banorët e A'rafit janë ata të cilët janë barazuar mëkatet edhe sevapet. Domthonë, po aq sa ka pas sevape, po aq ka pas edhe mëkate. Dhe ne kemi një rregull të palëkundshëm fetar, që kushdo që qoftë me një sevap është më shumë se sa mëkatet, ai hyn xhenet. Edhe kush është qoftë me një mëkat, është më shumë se sa sevapet, është i predispozuar me xhenem. Është një pakicë e njerëzve i kanë të barabarta 50-50 sevapet edhe mëkatet. Çka bëhet me këta? Një mendim është domethënë që këta janë njerëz të A'rafëve. Domthonë këta që rrinë në kodra ndërmjet xhenetit edhe xhenemit. Mendimi i dytë që edhe kjo është i përhapur te dietarët është që tek A'raft rrinë besimtarët të cilët nuk kanë bërë mëkate të mëdha, e meritojnë xhenetin, mirë po shumë kanë gjuna të vogla. Edhe shkaku i gjunave të vogla nuk e meritojnë çka shpejt me hyjnë xhenet. E du të menejt pak me po xhenemin, me po pak trishtimin e xhenemit, jo me përjetun me hyjnë xhenem, thjesht vetëm me po. Allahu e citon po i citoj ajetet, nuk kanë nevojë për koment, thjesht vesh për me po shëmtinë e mëkatit. Domethënë edhe një mëkat në përditshmëri që na është bën normal, me menu se mundet me na rreziku që ketë në gjendje, edhe me ditë që je predispozuar me shku në xhenet, me po nuk mundesh me shku, do të mu vanu pak. Dhe vonimi në ahiret me na dhom mësim për mos më kanë vanu në dynjë në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Sikurse edhe ti mos i nënçmojnë veprat qofshin ato edhe të vogla. Po për me ranu peshojnë. Thot Allah, wa 'ala al-a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. Thot në A'raf rrin disa burra që i njohin njerëzit që i shohin xhenata që poshtë, secili njoh me shenjat e tyre. Thot wanada ashab al-jannati an salamun alaykum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Thot kthehen ka xheneti edhe i shohin banorët e xhenetit edhe i japin selam se i kanë shok, i kanë vllazni. Thot shpresën e kanë që kanë me hi, thot pa akoma nuk kanë. I japin i përshëndesin. Thot wa idha surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin. Ndërkohë thot kur ju kthehet fytyra ka xhenemlit, domthon ka zjarre, jo që ata e kthejnë fytyrën. Se kërkush nuk ka çep me pa atë skin. Thot kur i kthehet, surifet, domthon i mirët fytyra këty në Arafë dhe shikoni edhe banorët e zjarrit. Thot kur kthehen ka banorët e zjarrit, thonë o Zot mos na bën me njerëz të padrejtë. Mos na bën aty. Domthon kanë thënë dietarët, është lutja atë ditë, mos më na bën me njerëz të padrejtë, dhe është thirrje në tokë mos më bën me njerëz të padrejtë. Domthon i shën xhenem tu djeg njerëzit për amoralitetin e tyre. Po dush me nejt larg venëve të njerëzve amoral që mos më kanë në këtë skenë ditën e gjykimit. Pastaj thot Allah subhanahu wanada ashabul a'raf rijalan ya'rifuna bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Edhe i njohin disa natona, ka pjesë e xhenemlive i njohin me shenjat e tyre, i njohin sikur që i kanë njohur dynjën dhe i thot ajo pasunia juve, ajo madhështia që e mojshi vetëm të maj, si ju pasu ka kry punë. Domthon që autoriteti juve, që është shtrirja ju dikushi, ku është ajo, ku janë ato thirrjet, edhe ato epitete që ja keni pasur vetes, domthon pas një përfunduar çto. E rëndësishme, Allah subhanahu wa taala e përmend pastaj mos e tregon ngjarjen e Arafit, e përmend edhe thirrjen e banorëve të zjarrit.
Domethënë, masi banorët e zjarrit I përgjigjen banorëve të xhenetit që po e gjetëm. Po ne më kanë qenë vërtet, ama tash më e vonë. Tash nuk ka mundësi më përmirësu. Përmend një prej dëshirave të banorëve të zjarrit thotë: "Wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu aleyna min al-ma'i aw mimma razaqakumullah qalu inna Allah harramahuma 'ala al-kafirin." Pastaj banorët e zjarrit drejtohen banorëve të xhenetit thotë: "Shlona pak ujë, apo diçka që ka dhënë Allah që më dal prej kësaj hetje të madhe që kanë xhenem edhe për asigurie të madhe." Ata thonë Allahu u ka bë të ndaluar të mirat e xhenetit pa besimtarëve. Shpesh në tokë pa besimtarët konsiderojnë që janë njerëz më të begatuar. Shpesh ndoshta edhe fëmijët e muslimanëve konsiderojnë që tek boshti edhe tek tabori I kufrit është dieta, është mirëqenia, janë të mirat. Mirë po, kur gjë s'ka nëse që kjo funi. Kur gjë s'kan këtë dynjë nëse funi është që ata kanë haram me morë një pikë ujë pi xhenetit. Imagjino domethënë njerëzit mu privu pi ujit në dynjë është shumë privim I madh. Imagjino jetën e amshimit me e pasën domethënë të ndaluar haram domethënë ujin. Këtu janë në një pasazh kuranor është domethënë thirrja e xhenetlive bër xhenemlive, a e gjetët çka premtimin e Allahut, nuk kanë këto ndonjë kërkesë, çka kemi kërkuar xhenemlive. Dhe kjo është thirrje, çka kimë marrë pi xhenemlive në tokë. Domethënë shpesh domethënë njerëzit për me pa të qartë realitetin e pabesimtarëve të më pas si banor të zjarrit me xhenemit dhe rrjedhimisht me kuptuar realitetin e tyre. Pastaj është gjendja këtyre të ndërmjetëve. As andej as këndej. E që megjithatë, domethënë momenti ku njerëzit nuk kanë guxim u përcaktuar mirë, edhe fuqishëm ka e vërteta, kjo kushton. Dhe një prej formave të kushtimit është kushtimi ditën e gjykimit, edhe domethënë thirrja e tretë është domethënë e banorëve të zjarrit që lypin qoftë një pikë ujë domethënë prej xhenetit. Pastaj janë disa ajete të tjera që I kena përzier, saktësisht janë dy pasazhe që shpresoj hoxha ti trajtosh. Është pjesa që prej të ajeti 32 dhe në ajeti 36, këtu standardet e lejimit edhe ndalimit edhe atë kornizën fetare që ka të bëjë me domethënë zbukurimin, me veshjen, ushqimin. Shpesh ndoshta njerëzit japin drejt vetes më shumë, pas ndoshta ndonjëherë edhe kufizojnë veten më shumë. Çish është domethënë standardi kuranor që përcakton domethënë këtë pjesë. Allah shpëlbeft që vërtet këto që I përmend ajetet për ashabul Araf, pra njerëzit e Arafit, ata që do të jenë në këtë gjendje, janë thirrje drejt për drejt për shikues, po dhe gjithë besimtarët që me kontrollu veten e tyre dhe mos me leju më gjend në këtë situatë, aq më pak pastaj me u gjend në një situatë tjetër që është akoma më e rënda, ajo është me kërku shpëtim apo me kërku ujë për atyre që janë në xhennet, Allahu na ruaj për kësaj gjendje. Në këto ajete Allah I madhëm kisha dash me përmend shumë shkurt edhe pse janë pak ajete, nuk janë gjata, mirë po kisha dash me përmend shumë shkurt dy tema që ndoshta nuk janë të ndërlidhura drejt për drejt, mirë po kanë ndërlidhje të tyre të fortë. E para Allah I madhëm thot: "Kul man harrama zinata Allahi allati akhraja li ibadihi." Kush është ai që ndalon bukuritë e Allahut të cilat Allahu I ka bë për robërit e tij. Pra e ka përdor Allahu I madhëm këtë pyetje retorike me na tregu kush është ai që e merr këtë drejt. Pra e para nëse në ndërhyrjen e parë që I kisha, pra kishte të bënte me përcaktimin e riteve, përcaktimin e rregullave. Tash në këtë pjesë është pse po I nalni disa halalle që janë, disa të lejuara që janë. E këtu janë edhe zbukurimet, janë veshjet e kështu me radhë. Ato që Allah I ka leju nuk keni drejt me I nal. Pastaj Allah I madhëm thot, pra edhe tajibat në rizq që janë ushqimet. E Allah I madhëm thot, këto janë në këtë jetë janë për gjithë. Prandaj na edhe shohim që si besimtari, si jo besimtari gjithë I gëzojnë të mirat. Madje në shumë raste jo besimtarët I gëzojnë ndoshta si tërsi, si numër, më shumë I gëzojnë të mirat e kësaj bote se sa besimtar në tërsinë e tyre. Edhe kjo historikisht kështu ka qenë. Pra, nëse shikojmë edhe analizojmë mirë, pak a shumë kështu ka qenë gjithmonë. Pra, pjesën më të madhe të mirave të kësaj bote, që I ofron kjo botë kënaqësive të ndryshme, janë ato që I shijojnë edhe jo besimtarët, po edhe besimtarët. Kuptohet përveç ato që vinë si rrjedhoje besimit. Pra, kur dietarët e përmendin thonë që në këtë botë është një xhennet që nëse nuk futesh atë nuk kemi fut as tek ai tjetri, janë për qëllim të mirat apo kënaqësi që janë rezultati I besimit apo imanit. Ndërkohë të mirat tjera, pra janë të përbashkëta. Ndërkohë thot Allah I madhëm në ditën e gjykimit, botën tjetër ato janë të veçanta vetëm për besimtarët. Pra, dallim edhe uji. Po, edhe uji një prej tyre.
edhe uji është një prej tyre. Pra, ditën e gjykimit bëhet që diferenca. Prandaj askush për besimtarë mos ta ankohet dhe mos thotë me dyshu në vlerën e besimit, duke u nis prej macëve të kësaj bote. Se fatkeqësisht kemi dëgjuar njerëz që thonë që nëse muslimanë janë drejt, pse Allahu nuk i ndihmon? Pse muslimanë janë të përvojtur? Ky nuk është mac i saktë. Pra, Allahu më dhom na e bën me dije dhe gjithë besimtarëve që ky nuk është mac i saktë. E pastaj Allahu thotë, Allahu më dhom është ai që i ka ndalu, edhe këtu i përmend 5 kategori të ndalesave. Ato që i përmend në Hoxh, pra janë al-fawahish, ma dhahara minha wa ma batan, që janë fllëqësirat të cilat janë të hapura dhe të fshehura. Dietarët kanë thënë që në këtë ajet në veçantë janë për qëllim mushrikët apo idhujtarët e Mekës, të cilat e kanë kryer tavafin të zhveshur. E këto janë al-fawahish ma dhahara minha. Ato të fllëqësira, të cilat i bën në mënyrë të hapur, e që kanë kryerja e tavafit në formë lakuricie, pra duke mos dashur mi marr rrobat të cilat Allahu ja kishte leju. Dhe ma batan dhe ato të cilat janë të fshehura, që është për qëllim zinaja apo amoraliteti. Pastaj thotë wal ithma, që është mëkat, mëkat me ithm është për qëllim gjunahet të cilat njeriu i bën vet. Do të thënë nuk është që i bën ndonjë padrejtësi dikujt tjetër, po janë ato padrejtësi që e bën vetes. Pra kur futet në mëkate të cilat nuk shkakton dëm tek të tjerët. Pastaj thotë wal baghya bi ghairi al haqq, këto janë ato që shkaktohen dëm tek të tjerët. Wa an tushriku billah, mi bo shirk Allahut, pra me ortak Allahut, ma lem ju nëzil bi sultan, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, edhe thot me thon për Allahun diçka që ju nuk e dini. Këtu po du me nënvizu që to, me qenë se shumë njerëz e marrin guximin, edhe me thonë nëse e bën këto është sevap, nëse e bën shpërndaje këto se kjo është fiton shumë shpërblime, këto bën për hir të Allahut, e në anën tjetër është duke i bë për interesat e tij, e këtu duhet me pas shumë kujdes, sepse është prej kategorive të gjunaheve më të mëdha. Edhe për shkak këtyre gjunaheve, kësaj kategorie të gjunaheve apo gabimeve apo mëkateve që njeriu i bën, përfundimi domethënë mund të mëkon atë që vetë se sqarova Allahu. Realisht atë ky mëkat i bën mëkate të tjera. Për shembull njerëzit kur folin për Allahun pa dije, i bëjnë mëkate. Për shembull amoralitetin. Shumë njerëz e bëjnë amoralitetin tu fol se Zoti nuk çon për këtë punë xhenem. Në kuptimin që kjo tu fol tash për Allahun. Kjo tu fol me kompetencën që nuk i takon. Pra kjo është në një farë forme duke treguar dispozita. Po, mirë po, nëse kthehemi në përgjithësi për me përmbyll këtë pjesë, është që Allahu i Madhëllum neve na i ka qartësuar lejesat dhe ndaleset. Mjafton mi respektu këto, nuk ka nevojë me kalu përtej këtyre në kuptimin qoftë lejesave, qoftë ndalesave. Nëse i përmbahesh atyre që Allahu i ka lejuar, edhe i përmbahesh atyre që Allahu i ka ndaluar, me lejen e Allahut kemi përfunduar në anën e xhenetlive. Edhe nëse nuk i përmbahesh, atë rrezikon seriozisht që me përfunduar në anën e gabuar, Allahu na ruaj. Amin. Janë ato 2 profet që janë përmendën shumë afër, saktësisht prej ajetit 80 deri në 87, nëse më kishë leju me prish radhën, është lutja Isam, pastaj është Shuaibi, më po kisha pas dashur me pronoj fillim Shuaibin, edhe vetëm me nënvizuni një domethënie, pastaj ta trajtoj Hoxhë ngjarjen e lutjes Islam. Të ngjarja e Shuaibit është një domethënie që shpesh i mungon fetarëve, sidomos ajo që quhet domethënien sekularizimi i diskursit fetar. Thotë Allah subhana, o ila Madyana akhahum Shuaiba. Tek Madyani ne kemi dërguar vllajën e tyre Shuaibin, që i bie, po i thotë vllajën e tyre për arsye se njerëzit reformator edhe aktorë të majtë të ndryshimeve, ata do të mi botë të popullit të tyre. Ata nuk janë indiferent në raport me gjendjen e popullit të tyre. Domethënë, Islami nuk është thirrje për me ikë realitetit edhe me kryua ishuj të mbijetesës shpirtërore. Thot, qali ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. I thot populli jam, adhuroni Allahun dhe ju nuk keni të adhuruar të drejtë dhe të vërtetë përveç Allahut. Keni vëmendje, thot qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Prej Zotit tuaj ju është ardhur juve shpjegimi. Cili shpjegim? Fa'uful kayla wal mizana wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Thot kur të matni drejt dhe mos bani hile në matje, dhe mos ja zhvleftësoni njerëzve çmimet, edhe mos bani fesad, domethënë në tokë pasi që u rregullu. Që i bie, nuk vjen një profet vetëm me rregullu temën e madhe të besimit. Nuk vjen një reformator më morë vetëm me temën e besimit. Vjen më morë me temën e besimit dhe me problemin e madh të atij populli. Ndaj të populli lutit është një problem tjetër i madh pas tauhidit që ju ka munguar, domethënë pas shirkut që e kanë pasur problem. Të populli tjetër diçka kur vente me dieni nënvizohet se këta kanë qenë njerëz pa drejtë domthonjë peshoj. Dhe rrëdhëmisht
Një profet vjen edhe mirët me problemet e atij populli. Për shembull, nëse një popull fjalë bie për shembull ka problemet me zemrën, ka probleme me ndjenjësinë, ka probleme me moralin, ka probleme me korrupsionin shtetëror kështu me radhë. Nuk mund të më kon kjo temë domethënë e parancishme. Kjo temë që do të më përmirësoj. Mirë po, a mendohet fjala bie për shembull të pretendoj dikush që Shuaib alayhis salam të ketë thonë mu mjafton tema e madhe të tauhidit, mu mjafton tema e madhe e besimit, dhe nuk është ndor tema me rregullu rendin publik, domethënë dhe rendin shoqëror të atij moralit shoqëror që me majtë. Po, domethënë realisht ti duhet me dhënë kontribut. Ti mundesh mos me pas në dorë procesin, mundesh mos me pas në dorë sistemin, por mundesh me pas mundësinë e ndikimit. Të ai i cili e ka në dorë procesin, të ai i cili e ka në dorë domethënë problemin edhe ndryshimin. Ndaj reformatorët jo gjithherë janë njerëzit që i morin edhe i procesojnë edhe i çojnë të para nismat edhe konceptet e mëdha. Ata mjaftojnë ndonjëherë vetëm me evadit, ndonjëherë mjaftojnë vetëm për me nxjerrë në spikam, ndonjëherë thjesht veç mos me lënë me vdek ideja. Ndonjëherë reformatori ka vetëm mision mos me normalizu të keqen. Domethënë, krejt njerëzit kanë rrotin e keqe, që thotë jo, ne nuk pajtohemi me këtë dhe dihet se nuk pas ka konsenzus për këtë keqe edhe për këtë korrupsion edhe për domethënë këtë gabim. Domethënë, njerëzit të cilët janë protagonistë të ndërtimit të shoqënive duhet të mos qëndrojnë indiferent me problemet e tyre, po të kontribuojnë me mënyrën që ata mundën, mirë po jo duke e prish renditjen. Prap tema e madhe mbetet tauhidi, prap tema e madhe mbesin vërtet edhe më fetare, e pastaj në radhë vjen domethënë edhe rregullimi shoqëror, moral edhe social domethënë i njerëzve. Para respektohet prioriteti i gjërave, gjithmonë respektohet, edhe nëse është në listën më poshtë tek prioritetet. Realisht kur e mendojmë nuk është fe kontradiktore. Nuk vjen me i bën njerëzit besimtar të mirëfill në Zotin, e njerëz korruptuar në peshoje. Njerëz shumë do thotë ndoshta që të lojnë të mahnisin të çështja e besimit tyre në raport me Zotin, por shumë të guximshëm i shkel kufit e Zotit që janë këtu kufi edhe se si rregullohen marrëdhëniet ndër njerëzish. Zatën kjo e dyta vjen vetëm si mungesë të parës. Se sikur të ishte për shembull besimi në Allahun, e të merret parasysh dikshëria e Allahut, dita e gjykimit, edhe do të ishin drejt në peshore. Dhe një prej profetëve dhe me këtë për përmbyllim është domethënë rrëfimi për Lutin alayhis salam, hoxhat dhe misioni i tij për me rregullue shoqëninë, moralin familjar dhe shoqëror, po edhe një shembull, një histori, një rrëfim që na ka evidentuar Kurani, po edhe librat e tjerë fetar, se si ndonjëherë një shoqëri bëhet më e hapur në raport me disa dukime negative, po megjithatë domethënë besimtarët këmbgulin për me qëndruar te natyrshmëria, te ndershmja, te logjikshmja, te pakontestueshmja, edhe ato që është domethënë më afër domethënë njerëzores. Po, Allah shpërblet hoq, nëse kena ndjekim kronologjinë e Kuranit, traditjes së sureve, e shohim që kjo është surja e parë që i nis disa prej tregimeve për pejgamberë të ndryshëm. Për ty në është Nuh alayhis salam, është Hudi, është Salihu, është Luti edhe Shuaibi. Pra, prej këtyre i përmend pra dhe ngjarjen me popullin e Lutit, që për shumë njerëz është e njohur ndoshta në tërësi, po përmendëm disa detaje në mënyrë që më nxjerr disa mësime të cilat i përmendin këto ajete. S'pari duana me ditë që Luti është dërguar tek populli i Sedumit, pra vendi ku ata kanë qëndruar, ku është shkon ky popull në kund Sedumit. Por përndryshe Luti nuk është i këtij populli. Pra nuk është i biri i tyre, nuk është pjesë e tyre. Luti alayhis salam, që shedim prej historisë edhe prej komentimit të mufesirëve ndryshëm, dietarëve ndryshëm të Kuranit thonë që është djali i vllajt të Ibrahimit alayhis salam. Po, pra është djali i vllajt të Ibrahimit alayhis salam, rrjedhimisht kon prej besimtarëve të Ibrahimit alayhis salam, por pastaj Allahu e ka nderuar duke bë që ka bë hijret bashkë me Ibrahimin. Bashkë me Ibrahimin alayhis salam, Allahu e ka nderuar duke bë profetët të dërguar tek populli i Sedumit. Atje te ky popull ata janë kon me të njodhosur apo të them të devijuar në aspektin moral, të shthurur moralisht, ku nuk e kanë respektuar atë raportet normale që duhet me i pas një familje. Pra, një familje ne e dim që ndërtohet për një burrë dhe një gruaje. Ndërkohë që ata e kanë pas domethënë këtë tmet shumë të madhe, që janë dhënë pas kënaqësive të tyre, edhe kanë kërkuar kënaqësi tek burrat. Prandaj domethënë marrëdhëniet e tyre janë kon të gjinisë së njëjtë. Këta kanë jetuar pra afër Palestinës, Allahu liroft, afër detit të vdekur, madje disa thonë që në vendin e detit të vdekur
është konë ky popull, edhe pse pra mendimi më i saktë është që afër detit të vdekur. Nëse e këqyrim edhe analizojmë këto, na e dim që kjo vepër, cilën e ka bërë populli i Lutit, e që është marrëdhënie burr me burr, pra edhe jo marrëdhënie natyrshme që është burri me gruan, pra me bashortën e tij, dietarë thonë që kjo vepër nuk është në vetvete shirk, në vetvete nuk është kufër, pra nuk është diçka që ty të përjashton prej fesë. Është vepër shumë shëmtuar, është gjëna shumë i madh. Prandaj domethënë cili është arsyeja që Allahu i Madhëruar i ka shkatruar? A është kjo vepra, është shirku? Në bazë shpjegimit të dietarëve, është shirku që e kanë pas këta. Mirë, po shirku i tyre lidhet me pa pranueshmërinë e tyre që më u dorëzu ligjit të Allahut të Madhëruar. Pra, ato që i përmendë Hoxh në fillim tek 10 urdhëresat, është duhet të respektohet ligji i Allahut të Madhëruar në raport me atë që është e lejuar dhe atë që është e ndaluar. Njeriu mund të gabojë, mund të bëjë gabime të ndryshme, edhe ta respektojë njëkohësisht ligjin e Allahut, pra ta njohë si mëkat një vepër, edhe pse e bën, mirë po pastaj të pendohet tek Allahu i Madhëruar. Ndërkohë që në moment që e mohon si mëkat, atëherë kjo bëhet çështje shirku, çështje tauhidi apo mungese e tauhidit. Për këtë arsye duhet të pas shumë kujdes raport me mëkatet, që përveç shëmtisë që e ka një mëkat, i cili të bën meritor për ndëshkim, qysh kena me pa të ky populli që ndëshku, ajo pjesa më e keqe e mëkatit është me e konsideru sikurse diçka të lejuar, pra diçka që kjo betejë më e madhe sot e njerëzimit. Edhe kjo është betejë më e madhe e njerëzimit. Nuk është thjesht dërgimi i njerëzve tek mëkatet, po ligjësimi i tyre si diçka krejt normale. Këto janë ato fushate që ne sot i shohim në shoqëritë tona, duke u përpjek që me shit diçka jo legjitime, jo të natyrshme, diçka që është jashtë natyrës së njeriu, diçka që e shkatron shoqërinë, e shkatron familjen, sikurse diçka legjitime. Nëse më kishte leju, Sheh Ibrahim Sekrani ka një dobi shumë të çmueshme. Thotë shpesh njerëzit kur vjen te çështja e mendimeve, thonë pse e kaq i ngurtë, thotë thjesht mendim ndryshe. Po mendimi ndryshe mund të më kanë besim. Mendimi ndryshe mund të më kanë tjetërsim i dogmës. Dhe për këtë arsye domethënë debati me frymë liberale insiston me prek besimin prej ka ky kënd. Këndi që me ndrua standardet edhe vlerat edhe përcaktimet. Gjithë pra, kjo është gjithë ky angazhim i Lutit alayhis salam o kanë thirrjen tauhid mas parim besim. E pastaj nëse tauhidi ndjen rrënjët në zemrat e njerëzve, atëherë pjesa tjetër bëhet e lehtë se nështrohet ligji i Allahut. Bëhet përmes bindjes. Po gjithë ajo përpjekje në fund çka ka rezultuar? Ka rezultuar me një shtëpi besimtarësh, edhe ajo shtëpi nuk ka qenë e plot, meqense ne e dimë në familjen e Lutit, ai në bazë mendimit më saktë kishte vetëm 2 bijat, edhe gruan e tij, e cila ishte në moshë, edhe në fund shpëton i Luti me 2 vajzat e tij. Pra, nga gjithë ata njerëz që sipas disa komentimeve thuhen që janë rreth 4 ose 5 milion njerëz në këtë kohë. Pastaj Xhibrili alayhis salam e dërgon Allahu i Madhëruar si ndëshkim kur gjunahi pra institucionalizohet, kur e merr formën e një norme shoqërore. Pra, te ne veprohet kështu. Normalizohet. Kjo është normë tek ne. Pra, kur gjunahi bëhet normë, atëherë pritet ndëshkimin e Allahut, Allahu na ruaj. Atëherë çfarë ndodh me këtë popull? Xhibrili alayhis salam e vendos majën e krahut të tij, majën e një krahut të tij. Domethënë krijesë madhështore që ka kriju Allahu i Madhëruar. Edhe e ngrit komplet popullin afër qiellit të parë, saqë të lehurit e qenve i dëgjojnë edhe banorët e qiellit. Dhe pastaj e përmbys këtë duke kthyer pra në anën tjetër dhe duke gjuajtur me gur këtë popull. Ky është pra ndëshkimi i Allahut të Madhëruar, i cili vjen si pasojë mosbesimit të tyre, mosgadishmërisë së tyre me pranu gabimin e tyre. Pra pak a shumë është sjellje shejtanore, djallëzore, e iblisit pra. E bën gabimin, mirë po nuk e pranon, përkundërzi mburret me të. Edhe thirrja e tyre u kon për Lutin alayhis salam, edhe për familjen e tij, këta njerëz që pastrohen, domethënë dëbojnë prej nesh. Pra kur gjendja arrin në këtë formë, atëherë edhe ndëshkimi i Allahut, pra merr këto përmasa. Ajo që po du me përmbyll këtu edhe mos me zgjat më shumë, është me fjalën e Abdullah ibn Mesudit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili thotë, nëse e sheh një gjuna, një mëkat, edhe e urren atë, je sikurse të mos ishte mes gjunaqarëve edhe nëse je fizikisht me ta. Pra, nëse jeni në një shoqëri
ku bëhet një gjuna, një mëkat. Ndërkohë që ti e urren atë mëkat, shkruhesh tek Allahu i Madhum sikurse të mos ishte pjesë e asaj shoqëria. Edhe e kundërta, nëse nuk je në një shoqëri apo në një kohë, ndërkohë që me zemër e pranon dhe e miraton. Se kjo është edhe shpjegimi i dietarëve pastaj pse Allahu i Madhum i ka shkatruar edhe gratë këtyre njerëzve. Pra nuk i kanë nda gratë nga burrat sepse këtu flitet për burrat që kanë bërë këtë vepër me qenë se ata e kanë miratu. Prandaj Abdullah ibn Mas'udi thotë që nëse e miraton, atëherë përfshihesh në ndëshkimin e Allahut, edhe nëse nuk je mes tyre, përndryshe këto shkatrimet në masë të popujve të tërë, nëse i marrim edhe i shikojmë nga në historinë islame, pra edhe i analizojmë këto ajetet e Kuranit Besnik, e shohim që kanë përfunduar me Musain alayhis salam. Pra, deri në kohën e Musait alayhis salam, ka pas shkatrime të tilla, sikurse populli i Nuhit alayhis salam, populli i Shuaibit, i Adit, i Hudit, edhe kështu me radhë, pra popull të ndryshëm, deri në kohën e Musait alayhis salam. Pas shpalljes së Tevratit, nuk ka më shkatrime të tilla në masë të popujve, mirëpo secili e merr barën e përgjegjësisë për vete. Prandaj askush sot mos pres që të binë gur nga qielli edhe ta marrë këtë si shenjë që Allahu është i dhëruar, por le ta shikojë dhe ta analizojë veprat e tij në mënyrë që në ditën e gjykimit pra të jetoj ta gjej premtimin e Allahut, të cilin patjetër secili do ta gjejë në raport me të bëmat apo veprat e tij. Allahu shpëlojë xhad, Allahu shpëlojë xhad vlerën, në realisht dhe se pa e përmbyllim, ashtu sikur se e përmenda në fillim të këtij episodi që kjo sure vjen për ta ngushëlluar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ky pejgamber që ka pas atë mohem edhe atë përgënjeshtim për popullit vet, ka pas nevojë për me i pa këto rrëfime prej popujve të mëparshëm, se si Allah subhanahu wa taala i ka çuar në një përfundim fatal përgënjeshtruesit, me pa edhe nëse në tokë, ashtu sikur që përmeni hoxha, nuk ka më shkatrime masive, shkatrimi më i madh është shkatrimi i përfundimit të njerëzit në zjarrin e xhenemit. Lut Allah subhanahu wa taala që të çiltroj zemrat tona me tauhid dhe të na mësoj përfundimin e mirë. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا